Tema që do të mbajmë sot është ruani veten nga idhujt. Është një temë shumë aktuale dhe ne do ta trajtojmë duke mbështetur në Shkrimin e Shenjtë. Shkrimi i Shenjtë është kushtetuta jonë. Pra, të gjitha mendimet tona, kushdo qoftë ai që i thot, duhet ti konsultoj me Shkrimin e Shenjtë. Pra, në qoftë se ato mendime janë në përputhje me Shkrimin e Shenjtë, janë të frymëzuara nga Zoti. Qoftë se nuk janë në përputhje me Shkrimin e Shenjtë, janë thjesht mendime njerëzore ose janë dhe mendime të ligut, i cili na gënjen neve dhe kërkojmë të gënjejmë dhe tjerët. Njeriu, duke qenë një qenie fetare, e kërkon trashcendenten, domethënë e kërkon hyjnoren. Por kur njerëzit, edhe pse të krijuar sipas ikonës së Perëndis, si qenie mendore, u mashtruan nga djalli babai i gënjeshtës dhe njerivrasës që nga fillimi, duke rënë në mëkatin fillestar, pra që ëngën frutin që sipas tundimit djallit do bënte të dishëm, por ndodhi e kundërta, ata humbën orientimin drejt vizionit të qartë drejt për Perëndin, ersuan arsyetimin e tyre dhe ranë në idhujtari. Pra, duhet dinë se përpara se njeriu të binte në mëkat, nuk ekzistonte fantazia. Sepse çdo gjë njeriu e kishte tani. Ishte përballë me Perëndin dhe me realitetin e krijuar nga Perëndia. Por kur njeriu ra në mëkat, atij ju largua imazhi i Perëndis dhe gjithë realiteti u deformua. Kështu te qenia njerëzore hyri dhe fantazia. Fantazia bëri që njeriu të krijojë imazhe të gabuara për Zotin. Dhe kjo e çoi atë në idhujtari. Pra në vend që të adhuroj Zotin, adhuroj idhujt që i shpiku fantazia e tij. Idhujtaria është të besuarit në një qenie, individ, objekt apo rrite të krijuara, tham, nga fantazia. Frika dhe veçanërisht nga mashtrimi demoniak që shfaqet tek njerëzit si ëngjë drite ose si një zot i rrem. Njerëzit ju shërbenin sikur ishin zota, atyre që i shikonin qenie, individ ose objekte, të cilët mendonin se ishin mbi natyrore, për shkak se nuk ja dinin origjinën dhe shkakun, dhe mendonin se ato ishin shkaku i jetës së tyre dhe i mbrojtjes së tyre ose i fatkeqësisë së tyre. Prandaj kështu njerëzit mohuan Zotin e vërtet dhe krijuan idhuj, objekte, të cilat i krijuan me duart e tyre, ose edhe kafsh, ose edhe fenomena natyrore, dhe i trajtuan ato sikur ishin zota. Por të gjitha këto nuk ishin gjë tjetër vetëse një gënjeshtër e djallit që e largoi njeriu nga realiteti i vërtet, nga Perëndia e vërtet dhe e çoi në perëndi të rreme. Dhe e çoi në adhurim demoniak. Shikoni çfarë na thuhet tek Psalmi, sepse të gjithë perëndit e kombeve janë demon, por Zoti ka bërë qiejt. Prandaj të gjitha ato fet që ishin përpara Krishtit, që njerëzit krijuan ato fe, ato tempuj, ato rite, nuk ishin gjë tjetër vetëse adhurim demoniak. Pavarësisht se ajo duken të bukura, sot edhe studiohen, shikohen si artefakte arkeologjike e tjera, dhe ne ndonjëherë çuditemi, nuk ishin gjë tjetër vetëse një mendim primitiv i njerëzve, duke krijuar zota të rrem dhe aq më tepër, ata në vend që të adhuronin Zotin, adhuronin demonët. Apostulli Pavli e vazhdon kritikën për idhujtarin, duke lidhur me kultin e demonëve, pra të bësh fli idhujve do të thotë të bësh fli demonëve. Shikoni çfarë thot ai. Jo,
por them se gjërat që flijojnë jo hebrejt, te ka fjalën për paganët, u aflijojnë demonëve dhe jo Perëndis. Tani unë nuk dua që ju të keni pjesë me demonët. Njeriu, edhe pse mëkatojnë në fillim, nuk e humbi tërësisht arsyeën e tij si një qenie intelektuale. Ai kishte mundësi që nga arsyeja e rrësuar përsëri ta njihte Perëndin, që është një. Por me vetdashje, njeriu pranoi perëndit të sugjeruara nga djalli me fantazinë e tij, sepse njeriu që i kishte rënë në mëkate dhe pasione ishte i prirur në rebelim dhe në mëkat. Kështu njeriu krijoi zotat e personalizuar që përligjin dhe përjetonin ose justifikonin pasionet e tyre mëkatare. Të tilla ishin perëndit e epshit, për shembull Afrodita ishte një perëndi që kishin krijuar vetë njerëzit. Dhe ishte perëndia e epshit që justifikonte mëkatet trupore. Madje në tempujt e Afroditës bëheshin prostitucion i shenjtë, ku kishte prostituta dhe shkoje në bazë pagesës, bëhej këtë marrëdhënie me ato prostituta dhe kështu mendohej se merrje fuqinë e Afroditës. Ose perëndia i Dehejës, që është Dionisi, ku njerëzit donin të deshin dhe për ta justifikuar dëshirën për deje, krijuan perëndin e të deurit Dionisin. Ose të luftës, njerëzit kërkonin të bënin luftra, të akmereshin dhe krijuan perëndin e luftës që është Mërkuri. E të tjera zota me pasione njerëzore, madje edhe perverse, pra edhe perëndi travestit ose homoseksual, të gjitha këto ishin në kulturën e politeizmit ose të feve pagane që i shikojmë neve në antikitet. Por gjithë mashtrime dhe marrësi kolektive na flet Bibla në shumë libra të saj dhe veçanërisht tek libri i urtësisë. Shikoni se çfarë thot libri i urtësisë, se si njerëzit arritën dhe e humbën logjikën dhe krijuan perëndit të rreme. Vërtet të pa kuptim dhe prej natyrë ishin të gjithë ata njerëz që nuk e njohin Perëndin. Njoja që prej të mirave që shihen nuk ja dolën ta kuptojnë atë që është, që duke i parë veprat nuk njohin mjeshtrin, Zotin, por zjarin, o erën, o ajrin e ollë, o kupën qellore dhe ujit ose dridhënësit e qiellit i mbajtën për zota, zotërues të botës. Nëse të manitur nga bukuria e tyre i kanë mbajtur për hyni, duhet ta dinë se sa më mirë nga ato është zotëruesi i tyre, sepse i krijoi ai që është, zanafia dhe autori vërtet i bukurisë. Nëse i habitur fuqia dhe veprimtaria e tyre, duhet ta kuptojnë sa më i fortë se ato është ai që i krijoi, sepse prej madhërisë dhe bukurisë së krijesave mund të njihet me krahasim krijuesi i tyre. Por të gjithë meritojnë vetëm një qortim të lehtë. Ndoshta gabojnë në mënyrë duke kërkuar Perëndin, se dëshirojnë ta gjejnë duke jetuar në mes të veprave të tij, mundohen t'i depërtojnë, i besojnë pamjes së jashtme, pasi sendet që shohin janë të bukura. Por se mjerisht as këta s'mund të arsyetohen. Nëse qenë të aftë të kenë ajdini sa të shqyrtojnë gjithësinë, si vallë s'patën më lehtë ta zbulojnë krijuesin e të gjithave? Por të mirë janë ata, dhe shpresojnë gjëra të vdekura, që i mbajnë për zota veprat e duar të njerëzve, argjend të punuar me mjeshtëri, figura kafshësh, gur të pavlerë, të gdhëndurit me dorë mjeshtërore, na thot libri i urtësisë. Apostulli Pavli i drejtohet kombeve me këto fjalë, sepse megjithse e njohun Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi, përkundrazi, u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemrat e tyre pa gjykim u errësuan. E ndryshuan të vërtetën e Perëndis në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të krijuesit që është i bekuar për jetë. Amin. Kjo është arsyeja që njerëzit mbas rënies u bën pagan. Fjala pagan vjen njerëz pa arsyetim ose me një arsyetim të lehtë, dhe politeist, njerëz që besonin në shumë zota, duke besuar pra në shumë perëndi dhe duke krijuar shumë fe, meritet të panumërta. Prandaj politeizmi ose multifetarizmi që vazhdon deri më sot tregon se njerëzit kanë një idhujtari dhe kërkojnë një zot
të gënjeshtër dhe një rrugë të gabuar, ndryshe nga ai që zbuloi Perëndia atë nëpërmjet fjalës dhe birit të tij dhe Shpiritit të Shenjtë. Perëndia, një qenie hyjnore në 3 persona ose Trinia e Shenjtë që e njohim ne, Ati, Biri dhe Shpiriti i Shenjtë, ndryri për të korrigjuar këtë anomali fetare, që fyente si dinjitetin hyjnor, por njëkohësisht mashtronte, përçante njerëzit me zotave tyre që talleshin dhe diktimizoheshin nga demonët. Në Bibël na tregohet se si Perëndia dhe pse i la njerëzit të lirë në zgjedhjen e tyre të gabuar, përsëri nga dashuria e tij ndryri dhe u shfaq një njeriu me emrin Abraham, 1900 vjet para Krishtit, i cili jetonte në Haran të Babilonisë dhe e nxiti të largohej nga vendi dhe idhujt e shtëpisë së atit të tij. Nga patriku Abraham erdhi Isaku dhe Jakobi dhe u krijua populli i ri, populli i Izraelit, që qëndroi për 430 vjet në Egjipt, vendi i idhujtarisë dhe magjisë. Zoti e nxori me dorë të tij të fuqishme dhe e nxori Izraelin nga Egjipti nëpërmjet profetit Mojsi dhe u shfaq populli i Izraelit në malin Sinai. Dhe në malin Sinai Perëndia bëri një beslidhje të veçantë me popullin e Izraelit, duke dhënë kushtetutën hyjnore ose dekalogun, 10 porosit, të cilat u shkruajtën me gishtin e Perëndisë në 2 rrasa guri. Tek dekalogu, 10 porosit urdhërohen qartë kundër idhujtarisë. Shikoni çfarë thot Zoti. Unë jam Zoti Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Nuk do të kesh perëndi të tjera përpara meje. Nuk do të bësh skulpturë as shëmbulltyr të asgjë që ndodhet aty në qiell ose këtu poshtë në tokë ose në ujëra dhe në nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre, as do t'i shërbesh. Dhe vazhdon, unë jam një perëndi xheloz që dënoj pautësinë e etërve dhe në 34 brez për ata që më urrejnë, dhe jam dashëmirës me mira breza për ata që më duan. Po ashtu tek ligji për të rirë na përsëritet urdhërimi, me qenë pra se nuk patën asnjë figurë, ditën që Zoti ju foli në Horeb nga mesi i zjarit, tregoni kujdes të veçantë për shpirtrat tuaj, me qëllim të mos shtureni dhe të mos gdhëndeni ndonjë shëmbulltyr në trajtën e ndonjë figure, paraqitjen e një burri apo të një gruaje, paraqitjen e një kafshe që është mbi tokë, paraqitjen e një zogu që fluturon në qiell, paraqitjen e çdo gjë që zvarritet mbi dhe, paraqitjen e një peshku që noton në ujërat poshtë tokës, sepse duke ngritur syt në qiell dhe duke parë diellin, hënën, hyjet të tëra, domethënë tërë ushtri qiellore, ti të mos nxitesh të biesh përmbys përpara këtyre gjërave dhe të shërbesh gjërave që Zoti Perëndia yt u ka dhënë tërë popujve që ndodhen në gjithë qiejt. Por Zoti ju mori dhe ju nxori nga furra e Ekut, nga Egjipti, për të qenë populli i tij, trashëgimia e tij, ashtu si jeni dhe sot. Por edhe pse ligji ishte kaq i prerë kundër idhujtarisë, përsëri shikojmë në shkrimin e shenjtë se populli i Izraelit i ndikuar nga idhujt e Egjiptit, nga ai doli dhe nga djalli ra në idhujtari, dhe këtë bëri menjëherë sapo u shfaq Zoti, sapo morën dhe porosit, dim që në këmbët e malit Sinai ata ra në idhujtari gdhënden një vit të artë edhe ju falën. Dhe kështu ndezën zemërimin e Perëndisë, por ndërhyri Mojsiu dhe populli i Izraelit u shpëtoi që mos të shfarosej. Profetët gjithashtu shprehin indinjatën e Zotit për idhujtarinë e Izraelit që adhuronte idhujt e kombeve, madje duke quajtur atë një kurvëri me idhujt, mbrapa të cilët shihen demonët, ashtu si profeti Ezekiel thotë. Kështu thot Zoti, duke qenë se paratë tua janë shkapërderdhur dhe lakurisia jote është zbuluar në kurvërimet e tua me dashnorët e tu dhe me tërë idhujt e tu të neveritshëm dhe për shkak të gjakut të bijve tu që ke afruar atyre, ja, unë do të mbledh tërë dashnorët e tu me cilën ke bërë qef. Të gjithë ata që nga dashuruar bashkë me ata që ke urryer, do t'i mbledh nga çdo anë kundër teje dhe do zbuloj para tyre lakurisinë tënde, me qëllim që ata të shohin gjithë lakurisinë tënde. Do të gjykojë si gjykohen gratë që shkelin kurorën dhe ato që derdhin gjakun dhe do të sjellin mbi ty gjakun e tërbimit dhe të xhelozisë. Profeti Ezekiel pra i flet ashtë për Izraelit, sepse Izraeli shikohej si gruaja besnike e Zotit. Dhe Zoti ishte si burri i Izraelit ose bashorti i Izraelit. Por dim që Izraeli kurvëronte me idhujt
Pra shkonte me perëndit e kombeve. Izraelitët adhuronin në fshehtësi perëndit që kishin parë në Egjipt ose në tokën e Kanaanit. Madje u fluonin edhe fëmijët e tyre. Dhe për këtë nxitën tërbimin ose xhelozinë e Zotit. Zoti është një perëndit xheloz. Pra, fjala xheloz është përdorur në kuptim njerëzor për të kuptuar se Zoti na do vetëm për vete. Ai nuk do që populli i tij, si populli i Izraelit, por tani populli i krishterë, të shkojë dhe të marrë perëndit të tjera, të bëj idhuj edhe t'i mbaj rreth vetes ose t'ju besoj atyre. Ashtu si një burr nuk do që gruaja e tij të hedhë syt tek burrat e tjerë ose të mbaj shenjat e burrave të tjerë, dhuratat e tyre dhe të ketë një komunikim me ata. Kush burr mund ta bëj këtë? Patjetër ai mund ta bëj një burr që s'është burr. Po një burr që do vërtet gruan e tij, ai është xheloz në kuptimin e mirë, sepse nuk e do dhe nuk lejon që gruaja e tij të shkojë me të tjerë. Këtë do dhe Zoti për neve. Jo vetëm Izraeli, por dhe kombet qortoheshin nga profetët që të vinin në vete dhe të braktisin idhujt. Shikoni çfarë thot profeti Isaia. Blidhuni dhe ejani, afrohuni bashk, ju që keni shpëtuar nga kombet. Nuk kanë mend ata që mbajnë një shëmbulltyr prej drurit të gdhëndur prej tyre dhe lutën një perëndi që nuk mund t'i shpëtojë. Pra, edhe pse kombet nuk e kishin ligjin, prap ata e kishin ligjin në ndërgjegjen e tyre. Tham që njeriu është një qenie mendore dhe fetare dhe njeriu duhet ta vëjë mendjen në punë. Pra, kombet kishin arritur në primitivitet, bënin statuja për argjili, i veshnin me flori ose për druri, i veshnin me argjend dhe diçka tjetër dhe u faleshin. Dhe mendonin se këto ishin perëndi. Po si mund të jetë një perëndi një gjë e bërë me duart e vet njeriu, që ajo mund të thyet, mund të digjet, mund të prishet, ose që ka gojë po nuk flet, ka vesh po nuk dëgjon, duhet ta mbartësh që të lëvizi. Atëherë çfarë perëndi është kjo? Është një perëndi e rreme, është një idhuj. Dhe thotë Psalmi, kështu bëfshin gjithë ata që i besojnë atyre, të pa gojë, të pa vesh, pa këmbë, pa zemër, pa mendim. Pra, kombet të cilët kishin arritur në idhujtari, por dhe ata që sot besojnë të idhujt, janë njerëz pa mend. Njerëzit duhen të vënë mendjen në punë dhe të pranojnë se është një krijues i vetëm që meriton adhurim, ashtu si na flet dhe Zoti me gojën e profetit. Para meje asnjë Zot nuk është krijuar dhe pas meje nuk do të ketë asnjë, na thot profeti Isaia. Idhujtaria është përcaktuar si një ndotje shpirtërore, morale dhe shkaktare shumë fatkeqësive, natyrore, që janë kombëtare, familjare ose personale. Pra nuk është gjë e thjeshtë të jesh idhujtar, sepse shpikja e idhujve ka qenë fillimi i fllihgështisë dhe zbulimi i tyre solli prishjen e jetës. Nuk ka qenë që në fillim as nuk do të jetë përgjithmonë. Erdhën në botë prej kotësisë njerëzore, prandaj do të zhduken e kanë të caktuar. Kështu njerëzit lejon të zihen në kurth, sepse njerëzit fli të fatkeqësisë ose të tiranisë, i dhan emrin e Perëndis, gurit edhe drurit, na thot libri i Urtësisë. Për këtë idhujtaria, si te izraelitët dhe te kombet, nxisin xhelozinë e Perëndis dhe ndëshkuan në mënyrë shembullore, me uri, luftra, pushtime, shkatrime, katastrofa natyrore. Por edhe në Beslindjen e re, që bëri Perëndia atë me anë të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, me kishën katolike apostolike, si shikojmë dhe lexojmë tek Veprat e Apostujve, përsëri vazhdon përpjekja e Zotit për shpërtuar njerëzit nga idhujtaria, sepse u kthyen nga idhujt tek Perëndia për t'i shërbyer Perëndisë së gjallë dhe të vërtetë. Krishterimi u përbë edhe nga izraelitët, edhe nga kombet. Por kombet, siç tham, ishin të infektuar prej shekujsh tek idhujt. Kështu që edhe kur u futën ata brenda kishës, sollën me vete këtë lloj kulture, këtë lloj besimi, dhe u bë një luftë e madhe shekullore e kishës, që njerëzit të largojnë çdo mbeturim idhujtare, të cilat ata e kishin të trashëguar, e kishin kulturë, e kishin festa, e kishin argëtim, familjar dhe kombëtar. Mësimet apostolike ndalonin të krishterët me një pjesë në festat pagane, në flime idhujsh, në ushqime idhujsh, ashtu si apostulli Pavli shkruante. Por në qoftë se dikush ju thot, kjo është nga flimi idhujve, mos hani, për atë që ju paralajmëroj dhe për shkak të ndërgjegjes, sepse toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban. Dhe çfarë marrëdhënie ka tempulli i Perëndisë me idhujt?
sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, sikur se tha Perëndia. Unë do të banoj në mes tyre, unë do të ecë ndër ta, do të jem Perëndia tyre dhe ata do të jenë populli im. Pra, këto janë fjalët e apostullit Pavlit. Vazhdon apostulli Pavli i flet kombeve, duke marrë nga profetët. Pra, i flet të krishterëve, dilni nga mesi i tyre, pra ka fjalën për paganët, dhe ndauni prej tyre, thot Zoti, dhe mos prekni asgjë të ndyrë, dhe unë do t'ju pranoj. Idhujtaria është e patolerueshme dhe duhet braktiset me një kusht të panegociueshëm për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Shikoni çfarë thot përsëri apostulli Pavli. Prandaj të dashurit e mi largoni nga idhujtaria, sepse sipas mësimit apostolik, idhujtaria klasifikohet me mëkatet e tjera të vdekshme që e ndajnë njeriu nga Perëndia, mëkatet e mishit, kurorshkelja, kurvëria, dyrësia, shturja, idhujtaria, magjia, armisimi, grindje, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet të deurit, grykësia dhe gjërat të ngjashme me këto, për cilat po ju paralajmëroj, sikur se ju than edhe më parë, sa ato që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Shikoni sa i qartë është apostulli Pavli. Ai që mbetet në idhujtari dhe vdes i tillë mbetet jashtë mbretërisë Perëndisë. Vazhdon libri i zbulesës, libri i fundit i Biblës. Jashtë janë qend janë pabesët, magjistarët, kurvarët, vrasit, idhujtarët dhe kushdo që do dhe zbaton gënjeshtrën. Ata fatkeqësisht nuk mund të shpëtojnë dëshkimit përjetshëm të ferrit. Shikoni çfarë thuhet përsëri tek libri i zbulesës, kurse për frikacakët, dhe të pabesët, dhe të neveritshmit, dhe vrasit, dhe kurvrusit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liçenin me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Kisha apostolike në të cilën vazhdon lufta e pamërshishme e Zotit Jezu Krisht me botën e mëkatit, përjeton një histori ku është i pranishëm tundimi që njerëzit të bien gjithmonë në idhujtari për të adhuruar shëmbulltyrën e egërsirës. Pra, çfarë na thot Shkrimi i Shenjtë? Nuk na thot që njerëzit do heqin dorë nga idhujtaria. As pak. Përkundrazi, sa më afër i afrohemi ardhes së dytë të Krishtit, aq më shumë njerëzit do bëhen idhujtar. Dhe do vi një kohë që do ketë pak besimtar dhe shumë idhujtar, të cilët do të adhurojnë jo vetëm gjërat e botës, siç adhurojnë sot, për shembull trupat qiellor, flasin për horoskopin, ose shenjat fatciellse që i mbajnë njerëzit, kristalet, gurët, nuk e di, lloj shpikës që kanë, ose siç është dhe tani në ditën e verës që vënë ato veroret e diçka tjetër, por do vi një ditë që njerëzit do adhurojnë shëmbulltyrën e egërsirës. Domethënë, flasim për kohën e Antikrishtit, ku gjithë bota do bjerin në idhujtari, që Antikrishtin do ta adhurojë sikur është Krishti. Edhe pse krishtërimi për kaq shekuj mësoi kombet të braktisin idhuj dhe të shërbenin Perëndisë së vërtet, përsëri idhujtaria është bërë një sëmundje infektive që nuk zhduket, por vazhdon të ketë terren dhe kushtet e favorshme, dhe sidomos në këtë kohë ku njerëzit në këtë brez pabese e moral janë larguar nga Perëndia, po shfletojnë, si them, librat e vjetër të magjisë, të okultizmit, të paganizmit, dhe po i quajnë këto si fe moderne, të reja, por nuk është gjë tjetër, besoj është një lloj neopaganizmi, dhe njerëzit po shkojnë prap tek adhurimi i idhujve dhe i demonëve. Dhe në një farë mënyrë shoqëria po demonizohet. Idhujtaria është një tundim i përreshëm dhe shfaqet në trajte të ndryshme. Sa po i që dorë nga shërbimi i Zotit, menjëherë njeriu do të bjerë në idhujtari. Pse ndodh kjo? Sepse njeriu është një qenie fetare. Njeriu, edhe ateisti më i madh, që thot nuk ka Zot, ai ka krijuar Zotin e tij. Ka Zot mendjen e vet, ka Zot ideologjinë e tij, ka Zot partinë e tij, ka Zot objektet e tij, por edhe ai ka fenë e vet. Pra, njeriu është fetar dhe o do adhuroj Zotin e vërtet, o do krijoj fe të rreme, ideologji të rreme, idhuj të rrem. Pra njeriu nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj fenomenit të fesë. Por në kohën që po jetojmë, ka ende shumë individ, grupe fetare, popull që besojnë dhe ju falen idhujve,
si në tempuj, mbajnë statuja, piktura, hajmali, bëjnë rite pagane, madje po shfaqen me një lloj erësie dhe kjo quhet neopaganizëm, paganizmi i ri. Përveç idhujve primitiv, sot ka dhe idhuj modern që fatkeqësisht janë bërë idhujt global të kësaj kohe, të këtij brezit pa besë e imoral, që kanë qenë, por që vazhdojnë të jetë sot jenë idhujt si them dominant. Nuk flasim vetëm për ato idhujt të krijuar nga fantazia njerëzore, nga mendësia njerëzore, nga gjërat fatësielse që njerëzit i mbajnë dhe shikojmë sot fatkeqësisht njerëz të shkolluar, qeveritar, njerëz të arsimuar, njerëz që mendojnë se udhëheqin njerëzit ose pretendojnë në duart e tyre mbajnë ripa, mbajnë shenja fatësielse, verore, diçka tjetër, duke menduar se këto ripa, këto shenja, këto gur, këto kristale janë ato që do t'i drejtojnë këta njerëz, do t'i ruajnë këta njerëz. Mirë kur një njeri është i vetëm për veten e vet, por kur ai ka përgjegjësinë për të udhëhequr të tjerët, mendoni çfarë si them gabimi dhe tragjedi është kjo. Sepse si do pretendosh të udhëheqësh tjerë kur ti je i skllavëruar nga fantazia, nga bestytnia, nga idhujt, je në rrugë të gabuar. Dhe në një farë mënyrë ke një ndikim demoniak që e kupton se kupton, djalli të çon në rrugë pa krye. Por kur ti je një drejtues, të çon dhe tjerët në rrugë pa krye. Pra është problem shumë i madh kjo sot. Por le të flasim për idhujt modern. Një nga idhujt modern sot është paraja. Paraja, edhe pse shpikur nga njerëzit, është kthyer sot, shpikur nga njerëzit paraja nuk është krijesë e Zotit, njerëzit kishin në fillim shkëmbimin e malleve, pastaj nga malli shkuan tek objektet dhe vajtën tek paraja, që e kemi dhe sot. Por paraja bëhet një zot më vete, bëhet një idhull, sepse ka fuqi, domethënë jo ajo në vetvete, por njerëzit e përdorin atë për të siguruar të mira materiale dhe për të pasur trashëgimi. Por Zoti Krisht na thot, askush nuk mund t'i shërbejë dy zotrive, sepse ose do ta urrej njërin dhe do ta doj tjetrin, ose do të qëndroj besnik njëri dhe përshmoj tjetrin. Ju nuk mund t'i shërbeni Perëndis dhe Mamonait. Çfarë është Mamonai? Mamonai në atë kohë quhej Zoti para. Pra, duhet dini se izraelitët qunin paran një zot, i kishin vënë emrin Mamona, është demon. Pra shikoni që paraja merr fuqinë e një zoti dhe mund të kontrollojë jetën e njerëzit, mendimet e njerëzit, energjitë e njerëzit, marrëdhëniet shoqërore të njerëzit dhe kontrollon jo vetëm individin dhe familjen, por shoqërinë dhe botën. Dhe sot shikoni se çfarë bën njerëzit për fituar sa më shumë para. Pra vrasin, vjedhin, gënjejnë, mashtrojnë, gjithçka, por jo vetëm ata si individë ose familje, por dhe kombet me njëri tjetrin. Pra për më shumë para, për më shumë biznes. Njerëzit pra që mohojnë Zotin, ashtu si e mohoi dhe Juda Iskarioti mohoi Zotin për 30 monedha argjendi, pra përkthehet në $20. Sa më tepër njerëzit sot vrasin, gënjejnë, tradhtojnë dhe çfarë nuk bëjnë si shtam për fituar para dhe kështu humbin dinjitetin njerëzor, shpërfytyrojnë qenie njerëzore, bëhen kafsh me fytyrë njeriu dhe ha njeriu thjesht për para. Po njerëzit gënjejnë shumë, sepse paraja është një zot i rrem, një idhull i krijuar nga njerëzit që nuk rregullon jetën tonë pothuajse, por në shumicën e raste e vështirëson atje, madje krijon aq shumë dhimbje, vdekje të parakohshme dhe humbje e shpirtit kur shpirti i njeriu kontrollohet nga paraja. Si thot apostulli Pavli, sepse lakmia për para është rënja e gjithë të këqijave, duke largmuar atë fort. Disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. Pra, jo se paran nuk do ta përdorim, por duhet ta përdorim ne paran, jo të na përdor paraja. Dhe paraja është një mjet shumë i mirë që ti mund t'i shërbesh vetes, familjes, komunitetit, Zotit mbi të gjitha, pra si thohet nderoje Zotin me pasurinë tënde. Dhe bëuni të përdollyeshëm si Ati juaj është i përdollyeshëm. Por një tjetër idhull i sotëm janë dhe kënaqësitë që njerëzit kërkojnë t'i afrojnë vetes me çdo kusht dhe çdo çmim. Kënaqësia e seksit, e pirjes, e drogës, e filmave pornografik, telenovelave, futbollit, turizmit, edhe çdo lloj kënaqësie tjetër, të cilët janë bërë sot në idhuj dominues në këtë brez dhe merr kohë dhe energji që ata për
nuk i përdorin për punë të mira, për t'i afruar Zotit, që është burimi i çdo të mire dhe i kënaqësie të vërtet, por i afrojnë kotësisë dhe i kënaqësie e cila humbet, pra është si një ëndër. Shikoni çfarë thuhet tek Psalmi 37. Gjej kënaqësinë tënde tek në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Vetëm Zoti është i vërtet. Dhe çdo gjë që është e Zotit është autentike dhe është ajo që e ushqen shpirtërisht, mendërisht dhe fizikisht njeriu. Çdo gjë tjetër është false, është jo reale. Pra është e humbur. Njerëzit gabojnë. Pra shkojnë si them për të kapur errësirën ose për të kapur atë si them hijen e tyre dhe nuk arrin asgjë. Një nga illujt e sotëm është dhe gastronomia, që ka thyer qëllim në vetvete ushqimin. Pra sot, si shikojmë, ushqimi është bërë një qëllim në vetvete, ku njerëzit të gjejnë sa më shumë forma ushqimore për të kënaqur shijen e tyre. Por për ne krishterët nuk duhet të jetë kështu. Njeriu nuk jeton për të ngrënë, po haqet të jetojë. Qëllimi i jetës njerëzore nuk është vetëm sigurimi i ushqimit. Te tregon dhe periudha kreshmore që ne po mbajmë. Mos u shqetësoni pra dhe mos thoni çdo të ham, çdo të pim, apo me se do të vishemi. Pra na thot Krishti neve. Pra qëllimi ynë nuk është kjo. Janë kombet ata që kërkojnë gjëra të tilla, ndërsa ati juaj qellore di se ju keni nevojë për gjitha këto. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe gjitha këto gjëra do t'ju jepen si shtesë. Sa të krishterë sot ka rënë në kënaqësinë ose në illin e gastronomisë, nuk vinë në liturgjinë ynore të dielën sepse do shkojnë të bëjnë pazar, ose do të gatuajnë në shtëpi, ose nuk mbajnë kreshëm sepse duan ushqime të shijshme e diçka tjetër. Pra, në një farë mënyre kanë bërë illull ushqimin dhe e kanë të vështirë të mbajnë kreshëm, të shkojnë të kungohen, pra të agjërojnë, dhe kështu çfarë thot apostulli Pavli? Sepse ata nuk i shërbejnë Zotit Jezu Krisht, por barku të tyre. Dhe fundi i tyre është humbje. Perëndia e tyre është barku dhe lavdia e tyre është turp i tyre. Ata mendojnë vetëm për gjëra toksore, pra janë fjalët e apostullit Pavlit drejtuar Filipianëve. Një illull i sotëm është estetika e jashtme. Njerëzimi sot është shtyr vetëm në mish. Pra, duke i vënë rëndësi vetëm pamjes së jashtme, të dukshme, dhe as pak pamjes së brendshme. Çfarë thot një shenjtor? Njerëzit thotë preferojnë të pastrojnë oborret e tyre dhe plerat i hedhin në shtëpi, sepse duan vetëm opinionin e njerëzve se si ata duken jashtë. Por neve bëjmë të kundërtën, ne pastrojmë brenda shtëpinë dhe nuk i vëmë rëndësi shumë oborrit, opinionit të jeshtë të njerëzve. Ne duhet pastrojmë shtëpinë tonë. Nuk flasim thjesht për territorin e një shtëpie ku banojmë, flasim për banesën e shpirtit që është trupi ynë dhe për shpirtin tonë. Kjo është bota jonë e brendshme. Këtë duhet pastroj njeriu. Këtë duhet zbukuroj njeriu. Çfarë vlere ka një pamje estetike e kuruar me aromë të mirë, kur brenda ka ndyrësi, ka neveri, ka mëkat, ka demon, sepse çdo mëkat që ne bëjmë është një banesë demonjake. Dhe njerëzit ngjajnë nga pamja jashtme shumë të simpatik dhe të kuruar dhe të rejtë, por po ty është brenda tyre do kesh neveri. I ngjan një lloj, si them, vendi të pisët, ku asnjëri nuk dëshiron të qëndroj. Por njerëzit harrojnë këtë. Shikoni çfarë thot fjalët e urta. Si një unaz ari në feçkën e një deri, është një grua e bukur po pa mend. Apostulli Petro këshillon gratë e krishtera të stolisen veten e tyre jo me gjëra të jashtme. Shikoni. Stolia juaj mos jetë e jashtme, gëshetimi i flokëve, stolia me ar ose veshje me rroba të bukura, por njeriu i fshet i zemrës, me pastërtinë që nuk prishet në një shpirt të butë dhe të qetë që ka vlerë të madhe përpara Perëndisë. Edhe lakmia është illujtari. Lakmia janë gjërat që njeriu mendon edhe pse ndoshta nuk realizon. Përsëri ato mendime dhe dëshira kontrollojnë psiqikën dhe energjinë tonë duke bërë atë një idhull. Apostulli Pavli tërheq vëmendjen. Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvëria, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin që është illujtari. Një tjetër illull i sotëm është dhe forca ushtarake dhe pushteti politik. Sot vendet nuk maten me vlerat morale, por me forcën ushtarake, sa mbushje bërthamore kanë, sa janë të fortë për të sunduar, për të pushtuar një vend tjetër. Po ashtu janë bëri illull politika dhe politikanët, madje ata quhen si perëndi nga njerëzit.
Njerëzit i varin gjithë shpresat tek buzët dhe propaganda e tyre, shpesh e gënjeshtër dhe kështu edhe pse gënjehen, prap i adhurojnë politikanët. Por gabohen sepse në shumicën e rasteve ata janë zgënjur dhe gjej veten të shfrytzuar, të varfër, të vdekur nga idhët e tyre partijak. Krishti e quajti mbretin e Herod një dhelpër. Dhe psalmisti këshillon: mos besoni tek princat, as në një bir njeriu që nuk mund të shpëtojë. Kur fryma e tij ikën, ai kthehet përsëri në tokë, po atë ditë planet e tij zhduken. Luma ai që ka Perëndin e Jakovit si ndihmës, shpresa e cilës tek Zoti, Perëndia e tij që ka krijuar qiellin dhe tokën, detin dhe gjithçka në to, që ruan besnikërinë për jetë, që jep të drejtë të shtypërve dhe ushqim të urriturve. Zoti çliron të burgosurit. Pra, e gjithë kjo idhujtari politike sot do t'i drejtojë njerëzit në adhurimin e bishës antikrishtit, që thot zbulesa. Pra asgjë nuk është rastësi. Njerëzit sot janë larguar si shtash nga Zoti, kanë krijuar idhuj të rem, pra të cilat janë jo vetëm objektet fascietse, po janë dhe ideologjitë, edhe personat. Dhe kjo e keqe do kulmoj në ardhin e antikrishtit. Dhe çfarë thuhet tek libri i zbulesës? Dhe do të adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit, që ishte vrarë që nga krijimi i botës. Përpara këtyre idhujve të vjetër, primitiv dhe modern, fshihet një mosnjohje e Zotit unik, i Perëndis triadik, Atit dhe Birit dhe Shpirtit Shenjtë, i cili është i vetmi që meriton besimin dhe adhurimin, ndryshe nga idhujt që janë asgjë. Prandaj, shikoni çfarë thot apostulli Jakovi: mos u mashtroni vëllezërit e mi shumë të dashur. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti, zbret nga Ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndërim dhe asnjë ndryshimi. Dhe ungjillori Joan në letrën e tij të parë thot: djema, ruani veten nga idhujt. Kështu pra edhe neve, duke mbështetur në shkrimin e shenjtë, në fjalët e profetëve, në fjalët e apostujve, por në gjithë çfarë kanë bërë shenjtorët për gjatë gjithë shekujve, edhe sot duhet të shmangemi idhujve. Është një sëmundje që ngjitet pa kuptuar. Pra, thash, mund të jetë një traditë familjare, mund të jetë diçka që e shikonte dikush, mund të jetë një mendim, mund të jetë një fantazi. Çdo gjë që të largon nga Zoti dhe konkuron Zotin, ajo është idhull dhe nuk është thjesht diçka thjesht për ta nashkaluar ose mos i vënë rëndësi. Është djalli i cili merr formën e idhullit dhe të mashtron. Prandaj largoni çdo lloj idhujtarie që si them rivalizon Zotin dhe është si fatësirce. Çfarë do qoftë ajo? Kush do që t'ja u thot? Si do që t'ja u pranoj, kundërshtoheni. Duke përsëritur edhe një herë fjalën e ungjillorit Joan: djema, ruani veten nga idhujt. Amin.